Pas trajnimeve për gujtat e reja të rafting 2026, organizuam dhe kampionatin kombëtar të rafting 2026 këtu në Fernet. Run it up. Është era e 3 që e bëm në Fernet dhe era e 10 që Federata Shqiptare organizon kampionatin. Jam shumë e lumtur. Sepse rafting ka marrë përmasa ndërkombëtare, jam shumë e lumtur që djemt nga gjithë Shqipëria vinë dhe trajnohen dhe më pas e kanë kthyer profesionin e rafting dhe guidës e rafting si një mënyrë jetese, pasioni për të gjithë ne. Ju uroj të gjithëve suksese dhe një vit sa më të mbar turistik.